Gjo, këto dojnë Zotit dalë të shfaqet, që ta shohim në këtë edhe të besojnë. Po atëre, çka me të veçantë për Zotin? Atëre sish me konë besimtar. Po, e para, nëse Zoti është si na, atë refuzimi duhet të ishte më i lehtë. E dyta, nëse për shembull shifet si thatin, nëse nuk është më kjo besim. Ama ky besim, domthonë para Allahi madhëshëm është superior, edhe na jemi me mangësisë, mund ta perceptojmë madhninë e tij. Kur Musa alayhis salam deshte ta shef Zotin, Allahu i madhëshëm ta prit. Nuk kam problem me ta shfaq vetën ty, ama po duhet ta tregon i send. Se ti s'mundesh me duru se do të konstruksioni material i krijimit tan është i pafuqishëm për të rezistu. Për shembull, nëse ti je i semur, edhe çon rrezatim kur ki kancer, rrezatimi do të më qenë i kufizuar në përputhje me rezistencën tonë shëndetësore. Se nëse rrezatimi është më i madh se rezistenca jote shëndetësore, nuk të japin rrezatim. Pse se ai të myt. Edhe kështu që për një aparat që është 110 volt, nëse i qet 220 volt, ç'a ndodh? E djeg aparatin. Që nëse neve Allahu na shfaqet, neve digjemi. Andaj kur Musa alayhis salam kërkoi prej Zotit të shef, sa prit pak, ju shfaq kodës, u bë thërmi. Kodra. U arivanos Musa alayhis salam, kur e pa këtë çka ndodhi edhe than falë Zot, tha se kërkova diçka prej teje që unë s'mund ta duroj, që ti s'mund ta bësh. Allah mund të shfaqet krijesave. Po shpuna se kush është ai krijesë që mundet me duru, me rezistu atë fuqi të madhe që e rrezaton madhnia e tij subhanahu wa taala. Dhe për këtë shkak Allahu neve për më na mbrojt realisht nuk na shfaqet. Jo pse ai fshehet e ka nevojë mos me pona ose rruhet mos me pona. Po thjesht se din se ajo është krijuesi jonë, din se kapaciteti materialoni nuk mundet ta reziston, do thotë rrezatimin e tij, fuqinë e tij. Edhe kështu që kalon këtë punë të veçantë për jetën pas vdekjes, sepse atje nuk ka më ligje materiale si këtu. Janë ligje kësaj tjera dhe aty Allahu jep këtë mundësi, normalisht jo këtij që e llogarisi imagjinat, asati që nuk e beson, po atij që e ka besu tani në këtë botë. Pa e pa, ja mëson Allahu në ahiret me e pa dhe me u gëzu me atë shikim.